Ditën e dieshëm është mbajtur një manifestim nga Partia Shpresa e drejtuar nga zoti Pilinçi dhe ku është prezantuar qeveria teknike, siç e ka theksuar dhe ai, ku kishte pjesëmarrës, le ta themi, të konsiderueshme. Pjesëmarrja ishte e konsiderueshme dhe do vazhdoj të jetë akoma kështu, për faktin që këta banditët që po qeverisin sot Shqipërinë, këta gangster, këta hajdut, këta bastard, kjo parti bordel që quhet Partia Socialiste, i pushon nga puna njerëzit. Dhe njerëzit nuk kanë lek të hanë një vakt bukë më mbrapa, pasi janë pushuar nga puna. Këta bëjnë genocid tek cili do kundërshtari tyre politik. Dhe prandaj njerëzit nuk guxojnë të dalin. Kur do dalin, po ta them unë kur do dalin. Mbasi të marrë pushtetin qeveria teknike e krijuar tashmë dhe këta të dorëzojnë pushtetin, do shikoni që do mbushet jo sheshi Skënderbej, por nuk do ketë vend në bulevardet e Tiranës ku të kaloj miza. Aq njerëz do mblidhen, sepse urrëtia popullore ka arritur maksimumin. Këta qëndrojnë tani në pushtet me forcën e policisë, po jo me legitimitet, jo se janë të zgjedhur dhe të votuar nga populli, absolutisht jo. Sepse populli shqiptar nuk mund të pajtohet me një qeveri që ka ngritur Edi Rama, me të cilat marr pushtetin. Është për turp të shqiptarëve që vazhdojnë akoma dhe nuk ngrihen të shpërthejnë kundër këtij bastardi. Është për turp të tyre. Por ne jemi nga ata që ngrihemi dhe e kundërshtojmë. Edhe pse kemi kosto shumë të larta. Çfarë kostosh? Kostot në të Tiranës jemi të bllokuar, nuk kam 3 veta në shtëpi, 3 pa punë. Më bëhet luftë klasash. Luftë, jo klasash. Më konsiderojnë armik. Jam armik i komunistëve, ta din. Nuk e mohoj. Jam armik i tyre. Kur nuk do pajtohem me ta. Në jetë jetëve. Kur nuk do të shërbej atyre. Por jam vetëm s'kam që bëj dhe hapërhë janë ata në krye. Fitojnë ata. Avokata, keni shpresë që qeveria teknike do ta marrë pushtetin? Ajo është vendosur dhe do bëhet. Nuk është punë shprese aty. Ajo është vendosur, ai është fakti kryer tash. Thjesht janë procedurat dhe koha, dojnë çik kohë. Dje profesor Pullum Pilinçi e pyeti publiku, nuk e di nëse ishit atje apo jo. E pyeti, tha, për sa kohë mendoni që duhet të marrë pushtetin qeveria teknike, 3 muaj apo 1 muaj? 1 muaj, thanë të tërë dhe ngritën dorën një zëri. Që tregon? Tregon që nuk ka më hapësirë për të ndonjë kjo qeveri në pushtet. Dhe po të vërire dje se unë pata fatin e mirë që të paktën një 80% e atyre që ndodheshin në protest, erdhën të tërë dhe më përqafonin dhe bënin fotografi me mua. Se që unë qarë jam unë? Një veprimtar, asë një gjimë shumë. Dhe të tërë, pjesa me madhe, do me mbi 50% ishin të ardhur nga diaspora në Shqipëri. Ata ishin të ardhur, ata që penë, nuk vinë qytetarë shqiptarë, se trëmbën sepse kanë pasojat e zakonshme me këta bandit. Se këta janë kaq bandit sa edhe të vrasin, edhe të thonë vrasi ikun në drejtim pa ditur. Janë kriminellet në pushtet, po këta janë sa kriminel, aq edhe bastard, aq edhe imoral. Prandaj këta i kanë të tëra zezat. Ne nuk i përmbysim dot këta. Këta po i përmbysim, do t'i përmbysim vetëm Amerika. Dhe atë shpresë kemi, s'kemi shpresë tjetër. Asi shpresë tjetër nuk kemi. Kur thoni Amerika, si do i përmbys? Me arrestime, do i nxjerr nga zyra, në çfarë forme? Nuk një zgjedhjet do të detyrohen të bëjnë, të dorëzojnë pushtetin, të krijohet qeveria teknike për të çuar vendin në zgjedhje të parakohshme, kaq e thjeshtë. Fare thjesht, proceduralisht. Nëse SBA nuk një zgjedhje, që shkohet në zgjedhje parakohshme, zgjedhjet i fiton Partia Demokratike. Cila Parti Demokratike? Kjo që është tani. Po ku ke Parti Demokratike, më pse tallen një njerë? Jo, ke klikën e Sali Berishës që tallet Edi Rama dhe bën kështu. Nuk ke Parti Demokratike më. Ka pushuar se ekzistuari. E shkatërroi Sali Ram Berisha.
e shkatroi Partinë Demokratike. E asgjësoi, po them, saktësisht. Më thuaj një rast që Partia Demokratike është ngritur për veç kërkesës të përhershme që kanë për pushtet dhe që qurravitet, po e them kështu në mënyrë të më falë publiku, qurravitet Sali Berisha për pushtet për të ndënjurat jenë krye, po nuk është ngritur Partia Demokratike për të drejtat e qytetarëve dhe për pronat edhe për mirëqenien e shqiptarëve. Absolutisht jo, zotëri. Absolutisht jo. Derisa ngrihet del e bia e Sali Ram Berishës dhe thot, nëse Salihu jep dorëheqjen, unë do kandidoj, thot, që ç'keme të, voriveshin, me një cinizëm, me një arrogancë, tipike për nga ka origjinën. Urdo, unë do të tregoj qarë ka shkruar e qarë ka thënë ajo zonja të botuar në media shqiptare. Urdo, do të vë para ekranit këtu, para kamerës, që del mirë, lexohet mirë? A lexohet mirë? Kjo është deklarata e Argita Berishës. Qa do ta bëj? Do ta bëj çiflik Sali Berisha, akoma do i ta mbaj çiflik, se deri tani e ka pasur çiflik. Prandaj të them që nuk ka Parti Demokratike. Dhe prandaj lufton Sali Berisha dhe ata larot që ka rreth e rrotullia. Nuk janë demokrat ata. Ata janë bastardë që luftojnë vetëm për të ngrënë, janë tamam qenë sallahan që përpiqen të lëpinë ndonjë kockë nga ato që mbeten në Sali Berisha. Pra avokat, po nëse vjen pushtet ç'a ndodh? Urdhë? Nëse vjen pushtet Partia Demokratike? Nuk vjen pushtet Partia Demokratike, harroj. Kush do ta sjellë pushtet? Kush? Lobimi që po bën në Amerikë. Po kush i pyet amerikanët këtu? Ç'a lobimi bën? Bën lobim për pushtet? Po pse kaq budallë janë shqiptarë amerikanët? Nëse bashkëpunon me Sorosin atje, Sorosi ka vdekur për vete. Po bashkëpunon me Trumpin ai. Jo me Trumpin, jo. Më thuaj, këtë një takim që ka bërë, ose një bisedë që ka bërë me përfaqësues të shtetit amerikan. Kush ishte Lasi Vita? Kë përfaqësoi? Përfaqësoi kompaninë me Ore zotri, kompania është private, u them nga shteti amerikan, çfarë autorizimi kishte, ose prokur, po e them me terminologji ligjore, për të përfaqësuar shtetin amerikan. Çfarë prokurore kanë këta që flasin emër të Amerikës, të tjerët? Kush? Asnjë s'kan, të tërë mashtrus janë. Të tërë gënjejnë, dhe përse edhe për doja. Aktualisht, ai dje tha kështu, qeveria shqiptare ka rënë, ka mbaruar. Mos paguani asnjë cent, tha, më taksa në sretutje. Dje provuan të bëni një trazir, një destabilizim. Për 10 minuta, i tha profesor Pilinci, në qofse nuk e i do vita aq veti, tha, e hoqin me vrap, u tërhoqin si qëmbirqenash. Nuk u mbajti që ta mbanin sheshin bllokuar. Ja ka trima janë. Prandaj të them që këta e din që do ikin, dhe dje bën një tentativë të pështirë, tipike komuniste, për të krijuar destabilizim. Atë që po bëjnë kabalistët në Kaliforni. Të njëjtën gjë duan të bëjnë dhe këta. Po nuk do t'u eci. Mendojnë se mund të bëjnë trazira në Shqipëri, ka vdekur koha e trazirave në Shqipëri. Ka gjetur gurivëndin këtu. Profesor Pilinci e tha pas të fare, merren shikojnë intervistën e tij nëse e keni të regjistruar, dhe po e keni, ju lutem ma dërgoni dhe mua ta kem në videotekën time, dhe tha, amerikanët, ushtria amerikane tha është në kryeministri, në presidencë, në ministri, në bashki, në komuna, në çdo lagje, në çdo institucion. Dhe televizit po u mbajti, dakord. Avokat, është thënë që nga ju dhe nga disa, po themi, përfaqësues të Partisë Shpresa që nuk do mbahen zgjedhjet me 11 maj. Faktikisht zgjedhjet me 11 maj u mbajtën. Ato bën një farsë dhe nuk janë zgjedhje. Se nuk mund të quhesh zgjedhje të rregullt aty në një popullsi 900.000 banor që të votojë 10% e popullsisë dhe të marrësh 83 deputet. Kush i ha këto? Kush i ha këto? Zgjedhje të këtilla bën vetëm Pol Poti në Kambodja. Ata bën zgjedhje të këtilla. Dhe këta polpotistë janë kriminal. Ore këta janë kriminal, këta për pushtet vrasin këdore.
Janë pasazhet e Enverit, e të Mehmetit, e të Kadir Hasbiut këta. Por nuk u shkon më sepse janë kapur përfyti. Këta janë një gjarë për gjëmë që kom qikë mos do t'i gazetarë. Këta janë një gjarë i cili ishtë kapur përfyti nga forcat përparimtare botërore, edhe me qendër në Amerikë, janë kapur përfyti dhe nuk lëvizin dot. Dhe vinë vërdall lëvizin vetëm bishtin tani, se s'kanë që bëjnë më. Avokat, kur është, po themi, afati që do shikojmë që qeveria teknike të futet në përzyrat e shtetit dhe të filloj punën? Për këtë do t'ju lutesha, t'ja drejtonit pyetjen kryetarit Partisë Shpresa Demokrate, sepse ai është personi që ka gjithë programin e ardhshëm, qoftë për qeverin teknike, qoftë për gjithçka. E ka ai. Çfarë vendime shumë morën Ju ditën e lutem, djeshme? nuk jeni të privuar, nuk jeni të ndaluar, s'u pengon kush që të shkoni në zyrat e zotit Pilinçi dhe t'i bëni një intervistë dhe t'i thoni, ne duam të dim, ishit në protest, duam të dim tani çfarë veprime të mëtejshme do bëhen nga partia juaj në vendosjen e qeverisë teknike në pushtet, se ai e tha dje pastërtisht, fare qartësisht e tha. Qeveria teknike do vi, por nuk do vjen në atë ministri, në atë kryeministri tha që do kthehet në banjo popullore për qytetarë shqiptarë, se aq krime ka bërë. Pra do ndërtojnë godina 3, apo? Jo, ka sa duash godina, s'ka nevojë. Tani diskutojmë godinat apo diskutojmë marrjen e funksioneve shtetërore. Ne tani po diskutojmë për funksionet shtetërore, se për godina mund ta bëj, mund vit marrë dhe këtu. 5 hyrje. Jo. Funksionet shtetërore do t'i marrë edhe popullit brëm, i dha autorizimin, po se ishit atje, dhe i dha autorizimin profesor Pilinçi dhe i tha, brenda një muaj e duam qeverinë teknike në pushtet, dhe ai do ta bëj këtë, siç i ka bërë deri tani. E pa mirë ajo kryetari e bashkisë dje se sa trime që. E pa mirë ajo kryetari e policisë bashkiake se sa trimëresh që. Se ato vë ky, dhe të dyave u tha, ju njoh mirë, ju tha, i tha dhe të parës dhe të dytës, dhe dhe numrat e tyre të telefonave. Avokat, çfarë vendimesh të rëndësishme morën në mbrëmjen e djeshme? Nga populli? Populli dha lejen, urdhrin, dëshirën, ultimatumin që brenda një muaji qeveria teknike të marrë pushtetin. Ky është vendimi. Avokat, me marrjen e pushtetit, a mendoni që do ketë rezistencë nga bizneset, nga, po themi, partitë politike që janë në pushtet tani, që këta ta marrin pushtetin? Çfarë rezistencë mund të ketë bizneset? Për bizneset po kuptoj. Rezistencë këta duan të bëjnë rezistencë, të mbajnë në fuqi ligjin 7501 dhe të ruajnë pronat që kanë vjedhur. Do të merren atë se çfarë do bën, qartësisht i tha zoti Pilinçi dje. Më pastër dhe më qartë s'kish ku të shkonte më. Do të merren, tha, 1.200.000, nuk e di se sa tha 1.200.000, nuk e di, apartamente, pallate, resorte, prona të ndërtuara me djersë dhe me gjakun e popullit. Dhe në një kohë tha që nëna shqiptare rri në derë të shtëpisë se nuk ka kushtivej që t'i jap një gotë ujë. Gjendja është më alarmante, s'ka ku të shkoj më. Unë do të lutesha juve, ju bëni çdo doni, keni politikën tuaj editoriale, por fjalën e profesor Pilinçi ditën e djeshme ju duhet ja transmetoni popullit. Nëse s'kini ide u censur, nëse nuk u ndalojnë. Unë jam katërcipërisht i pastër dhe konkret. Transmetojni fjalën e profesor Pilinçi, ta marrë vesh populli se çfarë do bëhet e të përgatitet. Avokat, si shikoni Partinë Demokratike? E mbaruar, partia janë mbeturinat e Partisë Komuniste të Shqipërisë, mos më thoni më për të mos më pyesni. Nëse ikën Berisha, mund të ketë reformë? Jo, s'ka kush ta bëj. Se nuk është parti. E di cila është reforma, do vinë të tërë shqiptarët, demokratët e ndershëm,
po u bëthire, kam thënë njërë tjetër nga mediat tuaja, po u bëthire prapë demokratëve të ndershëm. Hajdeni dhe grumbulloni dhe mblidhuni rreth partisë Shpresa Demokrate që është për heqjen e ligjit 7501, për kthimin e pronave, për shpronësimin e hajdutëve komunist dhe për vendosjen e nivelit jetik normal, të ndershëm dhe të respektueshëm për popullin shqiptar, për të gjitha shtresat, qoftë për arsimin, pensionistët, policin, të jetojnë si njerëz. Në janë për këtë demokratët e ndershëm të vinë aty, në janë për të lëpirë kockat që u hedh Salihu, edhe që ka hedhur deri më sot, dhe që mendojnë se me që kanë bërë nga një biznes, në një pik karburanti apo ndo një restorant, ta kenë mendjen të fjetur që në qoftë se ato biznese janë bërë pa gjetur origjinën e parave, do t'u merren dhe demokratëve, pa përjashtim. Kaq. Pra ju po thoni që këtu t'jetë vetëm një parti, dhe Partia Demokratike dhe PS-et shuhen fare. Dëgjoj, ato dy parti nuk janë opozit, ato janë parti komuniste, komunistët janë hequr me ligj nga Shqipëria. Parti po dhe dalë cila parti që të dojë me program kombëtar, konkurus për aleancën, për partin Shpresa Demokrate, që dalën ta konkurojnë. Jemi për konkurrencë të lirë, jemi për demokraci dhe jemi për një Shqipëri demokratike dhe për një Shqipëri zonjë në botë dhe në Evropë. Dhe të dalën konkurojnë, kush i ndaloi? Po këto dy parti, jo. Këta langaraqit e pasarës të Enverit, e të Mehmetit, e Dušan Mugoshce dhe Miladin Popovicit, pasarës të denjë të cilve janë Sali Berisha dhe Edi Rama, me këta jo. Këta jo më. Këta do t'i shofështi si do katandisen. Këtu do t'i shofi populli shqiptar. E tha profesor Pilinci dje, do t'i lidhi me litar, tha zvarë prej këtu edhe deri në burg, se janë shumë, nuk ka hekura për të tërë, tha. Dhe ajo do bëhet. Dhe këta e din që do bëhet ajo. E din sepse e din që kanë bërë, jo se tha profesor Pilinci, jo. Se profesor Pilinci nuk është Zeusi. Por profesor Pilinci tha, kanë vjedhur pronat tuaja, djersën tuaj dhe e kanë katandisur Shqipërinë që të marrë rrugët e botës. Po ka demokratë që janë dakord me këtë politikë dhe të venë dhe të rinë atje me Salihun. Po që se nuk janë dakord me këtë politikë, edhe socialistë të ndershëm, se ka familje socialiste, pasarës komunistëve, se s'ka socialistë, të vinë aty ku kërkohet dhe që programohet që Shqipëria dhe shqiptarët të jenë zotër në vend të tyre. Avokat, pse nuk po i arreston Spaku këta që... Spaku është, më ke thënë disa herë të pyetje. Ore, Spaku është i tyre, është i Edi Ramës, mos shpresoni më të Spaku. Deri dje ishte i Amerikan, jo, po, Amerikante, ngritën Amerikante paguajnë, do jap llogari ai Dumani, ai Dumdumi. Me gjithë ata që ka rreth rrotullat e oficerëve të sigurimit të shtetit. Pra të jetë i sigurt edhe ai e di do jap llogari. E di shumë mirë ai që do përgjigjet për atë që ka bërë dhe për atë që s'po zbaton ligjin. Por ka dhe një problem tjetër, të cilin unë si avokat jam i detyruar ta përmend dhe ta kërkoj. Ishtë ngritur akt akuzë dhe denoncim publik Edi Ramës dhe Sali Berishës për krimet që kanë bërë? Jo. Ishtë ngritur akuza Sali Berishës për klubin Partizani, kjo është turpi i botës. Edi Ramës, për çfarë ishtë ngritur akuzë deri tani? Çfarë kallëzimi dhe denoncimi ka shkuar në SPAK për Edi Ramën? S'ka shkuar. Kur shkoj, do arrestohet. Kaq. Megjithatë, kryetari i Partisë Shpresa Demokrate e deklaroi dje në mitingun që ishte ju dhe tha ditën e nesërme që qeveria teknike. Qeveria teknike, mirë them. Ditën e nesërme që qeveria teknike do marrë pushtetin, Edi Rama do arrestohet. E kanë mal me prova dhe me dokumenta i kanë. Prandaj Spaku në në shof bashkë me ta në burg. Do arreston dhe këta prokurorët? I shof. Unë i shof. Sepse sipas zbatojnë ligjin. Atyre su kërkohet të bëjnë politikë. Atyre u kërkohet zotëri të karut, denoncimi për Zaçën, merë këtë brënda. Qënë gjukat, merë gjukata me atë punë.
I ka ardhur denoncimi për gurin? Po, merre gurin, çoj brenda. Kjo e gjykatës e gjykata pastaj marrë vendimet e duhura. Jo, zotëri. Të bëhet, të ngrihet akuza me njëherë Edi Ramës dhe të tërë këtyre për krimi që kanë bërë në ekonominë dhe në politikën shqiptare. Normalisht duhet të kenë bërë, dhe si bën hetimit spaku, i bën Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila tani e tutje do quhet Byroja Kombëtare Shqiptare e Hetimit. FBI-ja shqiptare. Avokat, kandidat për Byron Kombëtare të Hetimit është dhe Gledis Nano, i njohur ndryshe edhe si dora amerikanëve. Jo, ai nuk është dora amerikanëve, ai është dora e Shqipërisë. Po këto propaganda të poshtra e bëjnë këta, të dy palët. Gledis Nano ura kokës që gjithë kriminelve dhe krimeve, praq kosa që në pushtet dhe këta prandaj e shkarkuar. Prandaj hoqi Edi Rama. Po Gledis Nano duhet, për mua, është e vetmja kandidatur, nga që ka tjerët nuk i njoh, po kandidatura më e përshtatshme për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit është Gledis Nano. Është djalë i ndershëm, djalë punëtor, djalë i pastër, pa biografi të ndyrë, pa pazarllëqe dhe allishberishe me komandantët, me drejtorët edhe me ministrat, fare, prandaj edhe e shkarkuan, sepse Edi Rama nuk e komandonte dot Gledis Nano. Gledis Nano e tregoi vendin, i tha hip tush Istanbulin, i tha Edi Ramës. Dhe prandaj ata vinë vërdall tani, po s'kan që bëjnë. Për mua, unë e shoh të vajtur në Byron Kombëtare të Hetimit Gledis Nano. Aida Hajno ka bërë një punë të shkëlqyer në BKH sa kohë që ishte, dhe prandaj dhe këta nuk e duan e zdeshën të kandidonte më. Sepse Aida Hajno e ka kompletuar dosjen për në SPAK në mënyrë perfekte. Çoi dosjen në Amerikë, Aida Hajno u zëmëruan këta sepse këta nuk duan të dalën dobishllëqet. Këta mendojnë pse duan të vënë njerëzit e tyre në këto pika kyçe, të mos u dalin poshtësi dhe krimet që bëjnë. Dhe prandaj nuk e duan dhe Gledis Nano që vinë vërdall dridhesin e përkan shkop këta, se ai nuk bën kompromise me ligjin dhe me të drejtën. Dhe unë shpresoj që Gledis Nano të vendoset në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. A do jap tjetër, po themi tjetër drejtim BKH-s, dhe a do kenë frikë gjithë politikanët nga hetimi që mund bëj hetuesit e drejtuar nga Gledis Nano? Unë di këtë gjë. Me marrjen e BKH-s nga Gledis Nano, mendoj që do vazhdoj puna e nisur dhe vazhduar nga zonja Aida Hajno. Dhe këta pa dyshim që duhet të thrasin mendjes. Ore, ikni, se nuk i shpëtoni tot burgut. O bastard, o kurvar, o imoral të Partisë Socialiste. Ikni se keni llogari për të dhënë. Edhe ju të Partisë Demokratike. Ikni se keni llogari për të dhënë, keni shumë. Megjithse e di që s'keni ku shkoni dhe prandaj dhe nuk ikni. E dini mirë se çu pret dhe ku do shkoni. Avokat, çfarë po ndodh realisht me Kosovën, ku janë mbajtur 30 seanca gati për konstituimin e parlamentit? Përgjigjen u dha dje i nderuari profesor doktor Pëllumb Gandi Pilinçi në mitingun e organizuar në Tiranë. Në qoftë se Kosova nuk heq atë paçaure që i kanë vënë, që kanë ngjyrat greke dhe serbe, dhe të vënë flamurin shqiptar, ashtu do vazhdojnë prapë. Do bëjnë zgjidhje tjera, derisa ata të vënë në krye njerëz që të mos e pranojnë atë flamur, ta heqin atë paçaure që kanë vënë atë, që u kanë ngjitur si flamur të Kosovës, s'kan asnjë lidhje kosovarët me ato ngjyra. Asnjë lidhje. Unë prapë u bëri thirrjen profesor Pilinçi, po e përsëris edhe unë nga ekrani juaj, sepse na ndjekin, e di që na ndjekin në Kosovë, dhe dhe kanë ardhur mbi 6 veta kosovar, 2 nga Prizreni dhe edhe 2 tjerë nga Mitrovica, jo nga Mitrovica, po nga Mitrovica, edhe një tjetër nga Ferizaj, dhe më falënderuan e më respektuan për intervistat që kemi dhënë. Dhe po u them, heqini
atë paçaure serbo-greke që keni, që varnin për balkone dhe në për festa zyrtare, dhe vendosin flamurin shqiptar për të cilin luftoi Isa Boletini, për të cilin luftoi Azem Galica, për të cilin luftuan dhjetra e qindra burra trima shqiptar të Kosovës e Dardanis, dhe vini atë flamur, shqiponjën dy krenare, flamurin e kujt me shqiponjën dy krenare. Në krah vini dhe flamurin amerikan sepse është vetëm shtet. Juve Amerika u çliroi, nuk u çliroi NATO-a, e nuk u çliroi Evropa, që ta dini. Avokat, sa ndodh nëse ndryshon, po themi qasje Amerika ndaj Shqipërisë dhe mbështet më shumë serbët? Të mbështesi Amerika serbët para Shqipërisë, harroje. Zero mundësi. Zero mundësi. A i duhet Shqipëria një luftë të mundshme në rajon? Jo. Nuk e bëjnë dot. Në momentin që ata do bëjnë një lëvizje të vogël, me njëra avion do të vajtin llokumet në Beograd brenda. Avion amerikan. Dhe avion amerikani ke në Aviano, ke bazën në Bonstil, e din mirë ata. Ata e din mirë që Kosovën e kanë humbur, po thjesht duan të bëjnë atë që bëri Miloševići, që unë nuk e dorëzoj pa dhe të vritem. Edhe ky atë po bën harakiri, ky Vučići. Po jo që të marrë Kosovën më, harrojni. Do vënë kufit aty ku kanë qenë me 1878 në zotëri. Plav, Guzi, Sanxhak, Kosovë, Medvegj, Bujanovc, Maqedoni, Preshevë dhe Çamëri do t'i bashkohen trungut mëm në Shqipëri. Do bëhet Shqipëria etnike. Jo e madhe si që e fryjnë propaganda greke dhe serbe që thonë shqiptarë kërkojnë Shqipërinë e madhe, që do të thotë Shqipëria e madhe të marrën pjesë të tjerëve. Jo zotëri. Shqipëria etnike, atje ku kemi qenë, atje ku na ka vendosur Zoti që në krijim. Që kur u krijuam si popull, ato toka duam, ato kufi duam, nuk duam gjë tjetër. A mund të jetë kjo një shkak për luftë, duke qenë se preken gati luftë me kë? Me Greqinë, me Maqedoninë, me Magnezinë, dakor, po duan të bëjnë luftë, Serbinë. po duan të bëjnë luftë me Amerikën dhe ta provojnë, kush i ndaloi. E dinë fitore çfarë suksesi do korrin. Serbët e morën vesh në 99-ën se çfarë do të thotë të luftosh kundër Amerikës. Dhe ta provojnë. Që ta provojnë nuk i ndalon njeri, se çdo pësojnë, pastaj gjithë vetë ata. Pra ju mendoni që në një të ardhme jo të largët mund të krijojë qeveria etnike, kjo Shqipëri etnike? Patjetër. Këtë jo e mendoj, e besoj që do bëhet. E besoj që do bëhet, sepse krahas drejtësisë njerëzore tani kemi dhe drejtësinë hyjnore me vete. Ku e bazon këtë? Por na ka krijuar Zoti, nuk na kanë krijuar serbët, as grekët, as rusët. Na ka krijuar Dhe Zoti, si krijesë e Zotit, jemi akoma të përçarë apo ka? Po pikërisht jemi të përçarë sepse për arsye të ndryshme të gjeopolitike dhe të konjunkturave politike botërore, në vërtet dikush anëmit tanë kanë përfituar dhe kanë sunduar deri tani mbi ne. Po ka ndryshuar kohrat, se kjo botë e shkret është rrot që rrotullohet. Dhe ai që sot ishte në krye, sot ka vajtur në fund. Do vë gjëra për vende. Profesor Pilinçi e tha disa herë që ka 100 bërë plani për bashkimin kombëtar shqiptar që 100 vjet përpara. Dhe ai plan po zbatohet tani. Dhe unë kam besim absolut që do bëhet. Apo ka faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj juve për intervistën.